të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Pasi fyu publikisht personat e spektrit autik, deklaratë që u shoqërua me reagime të ashpra nga opinioni publik dhe shoqata në përbrojtjen e tyre, kreu i qeverisë u përpoq të mbulojë skandalin me hipokrizi, duke premtuar mbështetje financiare për nënat e fëmijëve me këtë spektër. Dhe dua ta them specifikisht që për gjithë ta fëmijë autik ose me tjera aftësi të veçanta, ne do të dyfishojmë që në buxhetin e vitit të ardhshëm mbështetjen për nënat e tyre. Deklaratat kreu i qeverisë i bëri gjatë takimit elektoral në Gjirokastër, nga ku paraqiti sërish qytetarëve programin e kopjuar nga Partia Demokratike. Sot është 400 euro, është në mesataren e rajonit, në janar të vitit të ardhshëm do të jetë 500 euro, dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë minimumi 650 euro. Dhe projekcioni i pagës mesatare të përgjithshme në 2030 është 1.000 euro, ndërkohë që ky është projekcioni i pagës mesatare në sektorin publik 1.200 euro. Vazhdojmë. Për pensioni mesatar do të shkojë 400 euro në Shqipërinë 2030, ndërkohë që për pjesën tjetër do të fusim më shumë nga arka e përbashkët për të arritur që të mos ketë në Shqipëri pension nën 200 euro. Edhe në këtë takim, Rama nuk i ndali fyerjet dhe qunë denigruese ndaj qytetarëve e opozitës. Sa herë dëgjohet, sa herë flitet në për rrugët, ato kanalet e Kënetës, që këtu s'ka prodhim, që këtu s'ka fabrika, që këtu s'ka asgjë. Natyrisht që ti pastaj kur ti mendon se këtu gjithë populli po vdes për ujë, atëherë të duket populli smur që voton në shumicë një qeveri që e ka lënë vdesi për ujë. Nuk gjen dot asgjë nga këto në pasqyrat e Kënetës mediatike. Zero, nuk gjen. Veç sulmeve banale dhe programit të kopjuar nga opozita, Rama nuk ofroi gjirokastritëve asnjë plan konkret për zhvillimin e zonës.